Ujësiellës kanalizimi rajoni Vlorë vjon ndërhyrje në teren për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm për qytetarët e qytetit të Vlorës. Ekipet teknike kanë zhvilluar disa punime në zona të ndryshme të qytetit, me fokus kryesisht në lagjen Pavarësia dhe segmentin pranë rrugës Veledin Kollozi, në kryqëzimin Rinia. Ndërhyrjet janë realizuar për riparimin e disa avarive në rrjetin e furnizimit me ujë. Punojësit e ujësiellësit kanë punuar në teren për të evidentuar defektet dhe për të rikthyer normalitetin në rrjet, me synimin për të garantuar furnizim më të qëndrueshëm dhe cilësi më të mirë të shërbimit për abonentët. Në lagjen Pavarësia, puna është përqendruar në riparimin e linjave ekzistuese të ujësiellësit, të cilat kishin pësuar amortizime. Ndërhyrja pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e presionit të ujit dhe në përmirësimin e furnizimit për familjet që jetojnë në pallatet e kësaj zone, të cilat shpesh janë përballur me problematika të furnizimit, veçanërisht gjatë periudhave të ngarkesës së lartë. Ekipet e mirëmbajtjes janë çdo ditë në teren, duke monitoruar situatën në lagje të ndryshme të qytetit dhe duke ndërhyrë aty ku ka probleme në rrjetin e shpërndarjes. Objektivi kryesor mbetet garantimi një shërbimi sa më efikas dhe i qëndrueshëm për të gjithë abonentët. Një tjetër ndërhyrje e rëndësishme është realizuar edhe pranë rrugës Veledin Kollozi, në zonën e kryqëzimit Rinia, ku është punuar për përmirësimin e linjës së furnizimit me ujë për një nga pallatet e kësaj zone. Punimet kanë konsistuar në ndërhyrje teknike në rrjet dhe në vendosjen e një linje të re, e cila pritet të rrisë ndjeshëm cilësinë e furnizimit me ujë për banorët. Sipas specialistëve, investimet të tilla janë të domosdoshme për shkak të amortizimit të rrjetit dhe rritjes së kërkesës për furnizim me ujë në qytet. Në prag të sezonit turistik, kur edhe konsumi i ujit rritet ndjeshëm për shkak të fluksit të vizitorëve, institucionet përgjegjëse po intensifikojnë punën për stabilizimin e rrjetit dhe shmangjen e problematikave të cilat mund të ndikojnë tek qytetarët dhe bizneset. Kanalizimi rajoni Vlorë thekson se ndërhyrje do të vijojnë edhe në zona të tjera të qytetit, në funksion të përmirësimit të infrastrukturës së furnizimit me ujë dhe rritjes së standardit të shërbimit për qytetarët e Vlorës.